Në këtë vepër dola qëllimisht nga ajo forma standarde e punimeve që kam bërë deri tani. Gjitha një formë eksentrike, më të lirë, më të afërt me ndjesin, sepse dhe procesi vetë kërkon të hapësirë për të marrë frymë. Kam kombinuar gurë dhe tekstil, dy materiale që përfaqësojnë dy botë që jetojnë brenda meje, ato të modës, fushën që kam punuar për një jetë dhe që i dashuroj ende, edhe mozaikun në rrugën artistike që vazhdoj sot, edhe të cilën e dua dhe ato. Guri sjell peshën, kohën dhe qëndrueshmërinë, tekstili butësinë, trupin dhe kujtesën e modës. Së bashku krijoj një dialog, një bashkëpunim midis forcës dhe ndjeshmërisë, me strukturës dhe lirisë. Kjo vepër është një bashkim i përvojave të mia, një rikthim dhe një vazhdim njëkohësisht, një dëshmi që arti evolon bashkë me ne, pa hequr dorë nga ajo që kemi qenë.